Përshëndetje miq, sot po ju tregoj se çfarë do përgatisu me bukën e thatë. Kur më tepëron buka, unë e thaj në furrë, e bluaj dhe përdor për shumë receta. Sot e kam sjell pak ndryshe nga herët të tjera. Një pjesë të vogël të bukës e hedhim në një tas, rreth 150 gram. Shtojmë ujë dhe lejmë të zbutet buka. Në një tas tjetër 6 kokra vezë, të vërtet fantastike, provojeni. Pothuajse bukë me vezë, siç e përgatisim në Shqipëri. Por unë e përgatita me bukën e thatë për mos ta çuar dëm. I hedhim pak kripë vezëve, djath parmixhan aq sa duhet, 2 thepin hudhër, e rrafim mirë pak qumësht, pak piper. Mbasi zbutur buka, e shtrydhim mirë me duar dhe shtojmë tek vezët, e përziejmë mirë dhe hedhim në një tigantë para nxehur me vaj ulliri. E nivelojmë mirë, e skuqim për 10 minuta. Mbasi e skuqur për 10 minuta, e kthejmë me kapak dhe vazhdojmë skuqjen për 10 minuta të tjera derisa të marrë këtë ngjyrën e artë. E kthejmë në një pjatë dhe ky është rezultati. Doli vërtet fantastike. Unë e shoqërova me djath strakino dhe avokado. Avokadon e kisha ndërtuar me pak lëng limoni, vaj ulliri, kripe, piper, e shtypa mirë me lugë. Vendosa djathin sipër avokado, një fep domate për t'i dhënë pak bukuri dhe kur thoti li, qa ta hash me sy. Ju përshëndes, ciao ciao.